Përshëndetje. Rikthehemi me makinën e rallës, një CL 5000 e 2002-shit. Shumë e veçantë, shumë e bukur. Kupe. Me 2 marmita dalë me mrapa të fabrikës. Shumë e veçantë. Si qatë tapje dere ka je. Qatë dere ka. E 2002-shit, që qatë luksi ka qenë 2002-shin kjo lloj makine. Kilometrajë 260. Nga mrena sa e bukur është. Komplet me opsione për amortizatorët, për jestiqtarin, falni, perdën mrapa, radio, nizet me buton. Shumë e veçantë si makinë, shumë e veçantë. Ja dhe dera këtu, se ndiljet me ngrofje dhe me ftofje, me lëvizje, pasqyret me mbyllje, bagazhin me hapje. Dyrët i ka me thithje, për nga që edhe pse për plason, shive sa e bukur është Arusha. Me një motor prej 5 litra V8, 302 kuaj fuqi janë poshtë kësajt kofkës që ka kjo Arusha këto. T'ja shofim dhe jerë motorin se si e ka. Tani do t'ja hapim kofkën. Ja dhe dera. Sa e veçantë shi. Që si hapet dera. Shumë veçantë ka dera, sinqerisht. Për vitet 2002 kjo ka qenë një dhe Arusha, V8-a. Motor shumë i fort për kohën e vetë. Të motor, është motor regjime kjo. Edhe këto projektet e 124 që janë duke u bo me shumë lloj motori janë duke u bo. Gjitha. Motor shumë i fort, shumë rezistent. Dizjet i ka 9 meqe. Dizjet 9 meqe. Disjet i ka 9 meqe, po janë disjet të vonë me këto, nuk janë vetët besë originalit. Por, kur thëmë që makina është super e veçantë. Shumë e rehatshme, ja dhe ana tjetër këtej. Super e rehatshme makina. Që si duket kamrena. Automat detyrimisht bëhet fjallë. Timon druri, që sa i veçantë është timoni drurit. Komandat timon gjitha. Me radio, me kondicioner, me bagazhier, është me bagazhier me navi. Imagjinojnë 2002-shin me navi kjo. E kuptot që bëhet apo. Tani do fut herë mrapa. Po duhet me shtyse ndilën këtu që të ulla mrapa. Edhe të shohim se si duket makina nga mrapa. Domethënë komplet nga para. Ja si duket makina nga mrapa. Shumë e veçantë, sinqerisht. Interiori në erë ka super të bukur. Pastaj përsa i përket pjesës mrasme, është çik ngushtë, detyrimisht se është kupe. Kemi edhe perdën këtu që është me buton hapet e mbyllet. Këtu mrapa kemi këtë interiorin, prapë gjithashtu, por nuk kemi buton për me mbyll xhamin, me mbyll xhamat. Me bazë lart. Shumë e veçantë. Do i bëjmë dhe i test drive dhe i test shpejtësie sa të nxjerri. Ja, pra kjo është perla. Se si duket me xhamat mbyll. Xhamat mrapa i ka të zi. Super e veçantë seriozisht si makinë. Me sensor para mrapa. Me inoxe. Në kohën e vjetë kjo ka qenë mreti makinave. Do vazhdon të jetë mreti pa diskutim, po shumë e bukur.
Ja, pra të dashur miq, tash po I bëjmë një test drive në ecje të lirë, edhe t'ju shpjegoj çik më shumë makinën, rahatin që ka, komoditetin që ka. Është me vërtet makinë edhe në kohët e sotme që është gati 23 vjet makinë, është shumë e rehatshme. Shumë e shpejt. Ka 306 kuaj fuqi, motor më 113, një ndër motorët më të mirë që ka prodhu Benzi. Ka 460 Nm, torque, do me thonë që I thonë ato, po është super e shpejt, e rehatshme, është gjithaj gabari e madhe, është gjithaj strukturë e madhe, pa pasaj qik problem këtë, në po ka zhuam kështë pa. Ja pra njëz, që qa po rota, që po ja? Ha? Për sotë, shumë e shpejt. 306 kuaj fuqi ka Arusha, për që sa shpejt, është me esti qajrë, ja? Pasaj problem që po ka zhurëm këtu, për që me 1.6 jemi në këthes, nuk ndjehet fare. 1.6, 1.8 shkoj, sepse po zhurëm gjomi këtu, po ka shumë zhurëm gjomi këtu. Po, shive ecje të lirë me 1.6, 1.8, nuk a thu sikur nuk po ecën fare shpejt. Plus që kroskotin e ty me sa mora veshën e ka kroskot nafte. Dhe me thonë nafte, nuk e ka kroskot benzinë, se ka qatë gjiro më shumë aty ajo. Plus që përgjigjet makina, shive, po të shtypësh në tap, shisi përgjigjet, shisi I lëvis kilometrajë, vla. Nuk e kam tap gjatë gjithë kohës, po pasaj problem që po ka zhurëm gjohë me 200 kilometrajë, me 200. Për të përgjigjet frenim çdo gjë, po do të nxjerrim gjitha 2.6, sa 100% aty në tunel të Elbasanit, tash shumë shpejt. Ja dhe vllai vet më I madh, se së është kjo, po vetëm se është së kupe. Benzi kot s'kam thonë edhe në videot më përpara që është mreti makinave. Ja, të qisë pa më zhurë më rëdo. Ja pra njerës të shi do ta mysim I herë, qovim qa bën. Me 1.6 në këthes nuk njet fare, seriozisht makina. Thoni pastaj që nuk ja vle Benzi. Ai ka këto opsione që ka kjo lloj makine, nuk I ka makinë 2024-ën, 2025, sta makinat e vogla flas, a kupton se këto Audit e Benzat e gjonat do t'i kenë. Po ka opsione që ka kjo lloj makine, nuk I ka makinë tjetër. Shi çfarë barush, shi. Super e shpejt. 306 kuaj fuqi, 460 Nm, kjo është shkatërim total, ja. Pa dur fare makina, me jemi mos janë nxjerrim tunel të Elbasanit. Po janë nxorëm gjitha, mirë, po janë nxorëm prapë mirë. Po për I makinë 20 vjeçare, 22 vjeçare, 23 vjeçare, sa është kjo është ulërim fare, sinqerisht njerëz, ja vlen të investohet në çdo lloj makinash, sepse do vi far momenti që këto makina do jenë per lateralla, nuk do kemi më, kështu se këto makinat. Jam shumë I kënaqur me këtë lloj makine, shumë I rehatshëm, I shpejt, gjitha I ka. Prezencë ke. Hapë rrugën Golfi. Kamë rodo, që ke? Ke frygë? Jo, ke frygë, kam që. Një mësu me mund të që ti? Ja ta përvej mirë këto në tunelit Elbasanit të që. A do të nxjerrje apo jo? Ja, 1, 2, 3. Qovim tash se kemi rrugën e drejtë. Nuk ka as makina. Rruga është e pastër. Me 200. Nuk kena
me shku mase. Ja pra njerëz, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video me cilën 5000 benzine.